jashtme, edhe si një djalë i një familjes kogja të madhe, jem befasuar tmerrsisht nga konjufca që mos mi kërkue asnjë esht, asnjë fëmijë, asnjë nonë, asnjë babë që neve sa fëmijët e sa familjet neve na mungojnë që janë të pagjetur mbi 2000 persona. Që nuk dihet për fatin e tyre, po. Po pra, kjo do të thonë është që këtu është sidomos ai që ishte, po du më dalë kret ka kjo pyetja që është këtu që e ke qyt. Edhe që ishte mbrapa ai bashkëpunëtori i ministrit të jashtëm të Republikës së Kosovës Konjufca, mbrapa tina ishte një grua dhe një zotëri. Ai zotëria do të thonë që e ka vuat kravatin ashtu dhe e ka përdhos a e kupton edhe Republikën e Kosovës, edhe nuk e di, edhe zonja, po vjen shumë keq zonja që është për momentin në detyrë si UD e udhëheqëse e presidentës. Albuena Haxhiu, po. Pavarësisht sepse edhe neve mundin nga kjo ona do të thonë njerëzore i shpreh ngushëllime, po nga kjo ona tjetër do të thonë kur e mor postën që e dorëzoi zonja Osmani dhe ajo edhe teshat e saj që ishin për dorëzimit ishin të pahekurosme, e do të thonë me ta poshtërsu dhe Republikën e Kosovës. Por njerëz, a jeni to ditë në çfarë gjendje jemi? Bota është na thonë që e kini afatin e fundit që për me bë qeveri. Jo me lënë, do të thonë Albin Kurti, duhet me bë qeverinë Albin Kurti, po jo me zvarrit kohën edhe mundësitë që çka kanë nënshkruar ohër atje. Se kanë nënshkruar për kishat e serbët, për kishat e shqiptarëve në atë kohë, e ja u ka falë Serbisë. E tash, vetëm Rusia që duhet me fol kundra, edhe kundra UÇK-s, edhe i tha UÇK-s, Rusia i tha janë terrorista. Vetëm Rusia edhe Albin Kurti, edhe njerëz Albin Kurti janë të shau UÇK-n. E këta, ato da bëjë Kurti presidenti Lumir Abdixhikun. Kjo s'janë shprehje me hiç më pas zotin. Po Albin Kurti është njeri si ka më ardh puna si e Gaddafit, që ka mësuar Republikën e Kosovës, edhe po na vjen keq. Po na do të mund çu për këtë njerëz se ne jemi të morzit fort. Jemi pa njerëz, pa qeveri, o vlla. Ende nuk kemi president. Në ata aty në dëshmorëve që janë në poroborët, si të familjes Ramush Haradinaj, si të familjeve kret që kanë nga 4-5 djemt mashti që i kanë dëvrar. Na do të mund çu, do të mjaft turp ata që e shahin e fynu që këtë. Mirë, falenderoj shumë sepse kaluar minutat. I nderuar duhet. Duhet me bë qeverinë Albin Kurti, po jo të hek dorë sepse ai kanë nënshkruar ohër atje për me bë, domethënë, asociacion me komuna serbe. Ne kuptoj se ti duka gjën. Falenderoj shumë sepse kaluar minutat. Natën e mirë, vetëm shqiptarët i përshëndes, ata tradhtarët jo kurrë. Mirë, përshëndesim shumë nga studio. Ishte ky Dugaxhini, falenderojmë atë dhe të gjithë juve që jeni bashkë me neve. Ky emision është i të gjithëve. Mirëmbrëma për ty, kush po na tret? Alo. Mirëmbrëma Korab Rexhepi. Përshëndetje, po kush po na përshëndet? Hamdi Rexhepi. Mirë se vjen zotri Hamdi Rexhepi, po si je sonte, e mirë? Po si të kam, a je mirë, se sa kom rinë në Kosovë. Mirë se erdhe në vendinjen tënde. O, faleminderit Korab, si të kam, a je mirë? Mirë, po besoj që edhe ti je mirë dhe ke karuar mirë gjatë rrugës. O, me këtë vend nuk kom botë, Korab. O, lumet na çfarë vendi kem, po kuku për neve, si s'vëllojnë njerëz me udhëheq njerëz të duhur. Çfarë të bësh zotri Hamdi, tashmë ka mendime të ndryshme që po shprehin këtu në emision, a do ta bëj Kurti president? A mendoni që mund ta bëj Albin Kurti president Lumir Abdixhikun? Sa është e mundur që ai ta propozoj Lumir Abdixhikun për të qenë president i Kosovës? O Korab që të kanë thonë për fora edhe Brezhnev është i mirë vend shiu. Duhet me bu ma mirë me bu e mos më shku zgjedhje. Duhet të bët sipas juve, mund të ndodhë që të bët. Unë kisha propozu një njëri, unë kom një emër, asë kom fora sfis Ramadan Çehojen, generali ushtrisë, ato e pe bu ato se kisha lënë. Po thua që zotri Ramadan Çehoja e meriton që të jetë president i Kosovës? E meriton. As nuk është as një parti politike, e meriton ato. Edhe këto skemçore, ja kanë mo... Jo pavorë në njëri me qitë me Korab në njëri pavorë. Kanë villë në 25 vjetë e kanë shkatru këtë Kosovë, o Korab e kanë shkatru me industri, me bujësi, me toka i kanë nërzërpru, jenë bo njerës miljardera, jenë bo pasunika, ta s'ni për kërkonin, ta s'dojnë ta njërin, jenë pasuru, Korab, kanë bo pasuri, thmija i thmive tyne me jetu, si sheikat, në Dubojt.
Mirë, mendon që mund të zgjidhet çështja e presidentit tash apo duhet të shkohet në zgjedhje, zotri Hamdi? Jo, unë kisha pas dëshirë mos më shku në zgjedhje. Ma e mirë se ato 10 milion me një muet varfër, njerëzve pensionera, fëmijëve më javë dhona të pore, me ndresh ekonominë e Kosovës. E kuptoj zotri Hamdi. Falënderoj shumë edhe një herë. Përshëndes Korab, e çdo të mirë. Të urojmë gjithë të mira dhe ty. Shëndetet të mira. Natën mirë. E falenderojmë dhe zotrin Hamdi dhe të gjithë juve të cilët jeni me neve dhe të gjithë ju që vini në Kosovën tuaj, mërgjimtar të dashur, kalofshi Sami në vendinjen tuaj. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje zotri Korab. Edhe për juve, mirë se vjen zotri Rahim. Shfrytëzoj rastin ta përshëndes edhe një herë të shpreh ngushëllimet mia të përzemërta Arvelina Haxhiut për vdekjen e prindrit. Faleminderit shumë, edhe ne po ashtu. Se përket që a do zgjidhet Lumir Abdixhiku president. A duhet të propozohet, a do të bëj këtë Albin Kurti? Atë se ka votuar as partia vet në kur dha në partitë vet si ka votat, se le për president dhe s'ka kredibilitet për president. Edhe fatkeqësisht partitë opozitare kam thënë që janë parti fuqiste. Po. DK edhe LDK janë partia fuqiste, to në s'kan asnjë kandidat që mund me gëzu drejtën e titullit presidentit. Partia e Ramushit është sekt. Mirë, mendoni që duhet të propozohet dikush? Po, kështu, do thotë kjo farë gara sportive e zgjedhjet në Kosovë dhe thjesht është me 3 runde, 2 runde i kanë humbë me KO, tash duhet edhe herë të shkojnë në zgjedhje. Edhe të dalin së paku që kam thënë në së paku 65% edhe një dheqe i duhet Albin Kurtit, që të kaloj 60% e zgjedhjeve, që të kaloj mbi 70 deputet, atëhera e zgjedhë presidentin e fundit nga deputetet. Se në këtë mandatin e Kurtit, 4 vjeçar, që të da marrë, do të vuhet thjesht në kushtetutë që presidenti mos zgjedh prej popullit. Asnjëherë të vetme nuk duhet me leju me qenë një president me ngjyrë politike. Në qoftë se duhet me qenë me ngjyrë politike, duhet me marrë për shemb vetëvendosje se ka mbi 11%. E kuptoj. Mendon tashmë që duhet të propozohet dikush nga partitë të tjera, a mund të propozohet tashmë nga PDK-ja apo nga LDK-ja? Ndonjë kandidat? PDK ka synim me qenë se nuk e jep emrin, ka synim me propozu Hashim Thaqin. Ajo është kështu punë e kryme. A emra nuk jep. Ta qytetarë nuk japin emra. Ta mendojnë që thjesht e